si të përmirësosh stilin tënd dhe veshjen, pa bërë këtë rebrandin e 2026 që po shohim gjithandej dhe pa shpenzuar shumë lek. E nisim me aksesorët e lëkurës, mund t'jenë doreza të gjata me ngjyra, ripa në madhësi të ndryshme, 2-3 ripa të vendosura bashk. Mendoj që japin edhe një outfiti shumë të thjeshtë, një frym tjetër dhe menjëherë veshja bëhet shumë shik. Këshilla numër 2 është mbajtja e flokëve, përveç se duhet kujdeseni që të keni flokë sa më të shëndetshëm, sepse aksesori më rëndësishëm në një veshje janë flokët. Unë zakonisht gjatë dimrit, sidomos kur kam flokët më të gjata, preferoj që t'i fuz flokët në palto ose në xhaketë dhe kjo më duket sikur jep menjëherë një pamje më shik veshjes dhe më moderne. Kur I kam flokët më të shkurtra, I bëj të lëpira nga mbrapa, të kthyer nga mbrapa. Sa herë kam një outfit shumë të thjeshtë ose nuk jam shumë e sigurt për outfitin, menjëherë kthimi I flokëve nga mbrapa sikur e ngre nivelin e veshjes dhe menjëherë më duket vetja shumë cool. Këtë vit janë shumë në modë dhe paltot dhe xhupat që kanë jakën e ngritur, por nuk keni nevojë që të investoni lek në një të tillë, duke qenë se mjafton të ngrini jakën e paltos, xhaketës që keni, ta palosni përpara dhe mjafton të t'i mbani flokët siç ju thash dhe do jeni shumë bukur. Luani me getat dhe çorapet. Nëse doni që këmbët ju duken më të gjata, mund të përdorni getat me të njëjtin ngjyrë si këpucët, të luani me kontraste, gjithashtu dhe sandalet me ndonjë get rrjet shkojnë shumë. Mund të përdorni çorapet, mund të luani me ngjyrat, me color blocking në varësi dhe të veshjes pastaj që do vendosi të mbani. Dhe këshilla e fundit për sot është të luani me shajet e mëndafshta, mund t'i përdorni si në kokë, si në jakë, si rip, I kemi parë në mënyra të ndryshme. Rëndësishme në këtë rast është mendoj materiali, nëse zgjidhni gjithmonë një material silk, do ngrej më shumë dhe outfitin, pjesën tjetër të outfitit do t'i japi një ndjesi më të pasur.